Që ke lezet foristrat, duhet i foristrat, por duhet, është makinë me pozit. Këtë e ke super makinë, për gjitha terrenet mund futesh ku duash me këtë lloj makine, e pastër, e bukur. Të kuptoj më vëlla, po sikur s'po më ngjitë burr, ajo kimia, din kimin që do të jetë frekuencat, harmonisë do të përputhen bash, po s'po ma jep po burr. Ja të prezantoj një model tjetër, byt hanën, e ke makinë perfekte, e ulët fiks për ty, linja sportive, edhe shumë e bukur, dizajn unik brenda, jashtë. E mirë. Inshallah të shitet, unë erdha mu freskuj fjen kondicioner se merr autobusi, hika. Vllai ç'a bën, mi bëj çik këto 3 modelet e fundit, këtë ngjyrën ata të bardhë se du për shoqin timin që automobilin, edhe një pronarën, sa ai e di që unë jam tu ardh, kështu që nuk ka nevojë mos e merr telefon fare. Je sigur se janë shumë makina. Po shiko, mos e zgjat kaq shumë muhabetin, thuaj thjesht ka ardhema dhe mbyllet ky muhabet, mi pa këto të gjitha. Ua, sa e bukur kjo grija. Ç'a modeli është ky? Ky është byt si Lion 05 me autonomi 520 km. Ua, Leila, fiksi që shkon formati tim. Falë, për kjo ç'a modeli është? Ky është byt si Lion 07 me autonomi 610 km. Ua, po kjo e bardha me të, ç'a modeli është? Kjo është Tesla, nuk e njeh, urdhëro Chelsea bëje një xhiro. Shiko, kjo si Line 06 baterin 60 kW ka, se kështu kam dëgju. Si Lion 06 është me bateri 78 kW. Bravo, dër baterie ju, po shiko, se tani vjen vera do iki pak njugun edhe plasin vape, gjithi kanë sendilet me ngroje, ju e i keni me ftoja, të ftojnë sendilet tuaja. Si Lion 06 ka ngroje dhe ftoje para dhe pas. Jo se kam dëgjuar që Tangleja ka këtë sistemin lidar që frenon, e kupton kur je afër me makinën, se mund më zënë një herë gjumin natën kërhas, është e vërtet që frenon kjo? Po, shumë e vërtetë, domethënë sistemi lidar funksionon kur ti e ke makinën në autopilot dhe ajo frenon vetë në rast të rreziku dhe në mjegull. Qa thua, hajde, ka evolu shkenca, po shiko se unë jap pak me shpejt. Sa ku e fuqi ka kjo, mban? Po, është shumë e shpejtë, arrin 240 km/h dhe ka 670 kuaj fuqi. Super, që ka fix për mua, po e marr.